Kemi ju lutem. Të nderuar zona dhe zotri, dhe ju veteranë që pa luftën tuaj këtë ditë do të ishte e veçantë. Një nderim special për ju. Sot në këtë ditë nëtori, në këtë ditë të ardhë, zemrat tona kanë gëzim. Edhe dielli sot ndryshon më bukur. Ngrohet dhe rrezaton më shumë për t'i dhënë festën sot më shumë gjauri. Faleminderit që jeni pjesë e gëzimit tonë të përbashkët. 28-29 nëntori trokiti përsëri. U bën plot 113 vjet nga dita kur shiulli u bë yni, kur dielli lindi për ne, kur njerëzit filluan të shpresonin e besonin në një ditë të re si kjo që po festojnë sot. Ftoj në kryetarin e Bashkisë Kuço, Zoti Sybisheru për fjalën e tij përshëndetse. Të nderuar veteran, përfaqësues të familjeve të partizanëve të luftës, dhe njëkohësisht pasardhës të veteranëve të luftës nacionale shkrimtare, të nderuar pjesëtar të organizatës së familjeve të dëshmorëve të atëdheut. Është një ditë historike, një ditë e veçantë nëntori, po njëkohësisht dhe një nder i madh për mua, si kryetari i bashkisë, të përfaqësoj bashkinë këtu si pushtet vendor në këtë ceremoni kushtuar dy ngjarjeve më të mëdha historike të kombit tonë, sikur që është 28 dhe 29 nëntori. Personalisht për unë me respekt, po dhe njëkohësisht ndihem krenar për akti memoriali, të nderoj ata partizan trima dhe legendar, të cilët 81 vite më parë me armë në dorë shliruan vendin nga pushtuesit nazifashist. Periudha e luftës nacionale shkrimtare ka qenë, është dhe do të mbetet një nga periudhat më të lavdishme të popullit shqiptar, pasi një popull i vogël si ky yni nisoi ushtrinë e vet, çliroi vendin dhe dha një kontribut të jashtëzakonshëm për shtirimin e popujve dhe vendeve të rajonit. Nga kjo luftë e gjatë dhe heroike mbetën pa u kthyer nga fusha e betejës jo pak, por 28.000 bi dhe bija të këtij populli të vogël, por trim heroik dhe liritashës, me sakrificën e tyre më sublime. Ata sollën lirinë e Shqipërisë, çlirimin e vendit, por nderuar dhe ngritën lart dinjitetin e popullit shqiptar. Unë vetë e them se është detyrë e secilit nga ne të përcjellim ke brezat e ri vlerat e historisë sonë kombëtare, vlerat e luftës nacionale shkrimtare, pasi kujtesa historike e popullit përbën një vlerë të padiskutueshme dhe të pamohueshme. Prandaj ajo duhet ruajtur dhe duhet mbrojtur nga çdo përpjekje për ta falsifikuar, ndryshuar, nxirr apo fshirë atë. Ideali i dëshmorëve ishte Shqipëria e lirë, e pavarur dhe sovrane, që flamuri i ynë kombëtar kuqezi të bashkoj me flamurit e kombeve të cilët garantonin paqen, lirinë, sigurinë dhe demokracinë. Ideali i dëshmorëve është një obligim për ne, frymëzim dhe përkushtim, për të punuar pa u lodhur për vendin tonë, për të punuar dhe më shumë për qytetin tonë, për të bërë dhe më shumë për qytetarët tanë. Prandaj bashkia që unë përfaqësoj këtu, nga njëri vit në tjetrin, ka shumëfishuar financimet për projekte të ndryshme zhvillimi, si në ato të infrastrukturës, objekte social-kulturore, fasada dekorative dhe projekte tjera zhvillimi. Viti 2026, miliarda lekë do të ketë investime në gjithë territorin e Bashkisë Kuço, për të bërë realitet ndryshimin e dukshëm ndërmjet asaj që ishte dje dhe asaj që është sot dhe do të jetë nesër. Prandaj, në këtë ditë sot, unë uroj para jush gëzuar festën e 28 nëntorit të 113 vjetorit të shpalljes pavarësisë. Gëzuar 29 nëntorin të 81 vjetorin e shtirimit të atëdheut. Lavdi të përjetshme këtyre dy datave historike të kombit shqiptar. Ftoj për fjalën e tij përshëndetse kryetarin e shoqatës së veteranëve, zoti Shpëtim Nishani. Nderuar bashkëqytetar Kuço, nderuar përfaqësues të Shqipërisë vendore të Kuço.
Duke përkujtuar dhe festuar 28 dhe 29 nëntor, në përshëndes në emër të Komitetit për Organizatë Veteranëve dhe Pasardhë Veteranëve të Kosovës dhe Organizatës Familjes Dëshmorë të Luça. Nëntori ynë, nëntori kush shqiptar mbi vete, ngjarje data nga më të lavdishmet të historisë popullit tonë në shekull. Ato dëshmojnë për sakrificat e shumta, për luftrat e pandërprera, fitoret e mëdha, që ishin e mbeten jetike për jetën dhe ekzistencën si popull e si kombë. Në 28 nëntor 1912, 113 vjetë më parë, Kake Urt e diplomati shquar Ismail Qemali shpalli dhe dha lajmin e fitores së shpëtimit nga robëria afro 500 vjeçare Ostrollime, dhe duke nitur klamurin kombëtar të barbite i lirë në qellin shqiptar, shpalli pavarësinë e Shqipërisë me fjalën parlamentare, ka gëzojnë Shqipërinë e lirë e të mosvarur. Dilia dhe pavarësia e vendit tonë kanë gjithmonë ngjarjet më të rëndësishme për shqiptarët, brenda dhe jashtë kufive të ardhëut. Me gjithë hallet e këtij populli, shtetet e huaja nuk orientohen nga fillimet e tyre kushtuese ndaj vendit tonë. Kur mbasi 27 vitesh pavarësie, klamurin e pavarësisë e rrezoi pushtimin fashist në 7 prill të 39. Zogu e trahtoi popullin, luftonte të mbronte klamurin atë dheun e pavarësinë e tij. Gjak në shtrenjë e tradhtie, zemroi pa mas shqiptar patriot dhe dërgji që vale urrëties, dhe protestave, dhe luftës kundër kushtuesit fashist, të paratët për shqetësi dhe i ndikën popullit për ekzistencë aktive. Forca e vetë, politike që mori për organizimin e luftës, për shfirimin e vendit ishte Partia Komuniste Shqiptare, që e radhiti dhe bashkoi popullin tonë me koalicionin e masë antifashist anglo-sovjeto-amerikan. Partia Komuniste Shqiptare ka të drejtën buret për 2 fitore të mëdha që ajo arriti në atë periudhë. Së pari vetëm brenda 3 vjetëve, ajo kaloi nga themelimi i Partisë Komuniste në 8 nëntor të 41 dhe shfirimin e plotë të vendit në 29 nëntor të 44. Së dyti, lufta antifashiste në sfera shqiptare sfiroi krejt e vetme territorin shqiptar dhe mandej ajo kontriboi për shirimin e territorit të tjera në Jugosllavi. Të bashkuar me ta, populli u ngrit në luftë, u organizua, luftoi dhe më 29 nëntor të 44 shiroi vendin. Sot ne festojmë 81 vjetorin e fitores së madhe me krenari dhe duke mbetur gjithmonë të denjë kryelar që po ecin drejt Bashkimit Evropian. Lufta nacionale shqiptare ishte luftë shterimtare, antifashiste, kombëtare e patriote, që u shprua në revolucion popullor në përmjet përmbajtjes armatosur, e fituar me heroizmin partizan dhe shkruar me gjakun 28.000 dëshmorë. Për këtë periudhë mbetet e pamoshme dhe pa të kushtueshme figura dhe roli i Evropës, filluegjës dhe komandanti i kësaj lufte të lavdishme të popullit tonë, të cilin e të drejtë i quajtur lufta antifashiste nacionale shqiptare. U çova përmes lutjes së kushtit, e sakrificave dhe gjakut i derdhit nga kontributin e vet në lanç, jo vetëm për shirimin e Kuçovës, por edhe të gjithë Shqipërisë. Këtë vit në përkujtim dhe ndërim të festat të nëndorit, të sakrificave, gjak derdhur, nxënësit e shkollave të Kuçovës organizuan me prindëri të bukura dhe mbretërense. Ne to morëm pjesë mësues nxënës, prindër dhe përfaqësues të organizatës veteranëve të lançit. Për këto aktivitete, ne falenderojmë mësuesit dhe nxënësit e këtyre shkollave, drejtorinë arsimore, për vlerësimin që u bëjnë këtyre ngjarjeve dhe datat dhe angazhimin e tyre për të festuar me dinjitet dhe dekor sa më festiv. Bashkëpunimi me gjitha shkollat e Kuçovës dhe drejtësisë administrative ka qenë shumë i mirë dhe mendojmë se kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Duke përfunduar, ju uroj gëzuar 28 nëntorin 1113 vjetorin e pavarësisë së Ardheut dhe 29 nëntorin 80 vjetorin e shërimit të vendit. Ka ditë përjesën të dëshmorëve të lançit dhe dëshmorëve të tjerë të kombit. Për të shtuar më tepër emocionet tona, ftojmë korin e shkollës 28 nëntorin me këngën Dua më vend. Fryne gëzën mali, e di qarë
Përpishuni për Shqipërinë, të krishterë e musliman, të tërë njësua kemi, Gek, Tosk, Dibran, të gjithë shqiptari jemi. Mblidhuni të bëjmë, të gjithë dorë për dorë, të dua më dhenë, edhe malet me të borë. Male me krye në shellë, si të roni ropërin, ju që shini dritë e djellë, pse se ndrini dhe Shqipërinë, apo humbi trimëria, apo zdoni më dhenë, a u shua Shqipëria, që ka pjesë në vend. Pse rini lidur me lak, pse shpëtoni vendit tuaj, apo së mbeti me zhak, se e derdhët për të huaj. Mirini shpata në duar, edhe bëni besa bes. Shqipëria do shpëtuar, po këturku do mos mbes. Edhe unë jam Shqipëri, dhe ti e di, e hidhura Shqipëria ime, atë dhe i fisëm. Shqipëri e të gjallëve të mi dhe e të vdekurve, e të burgosurve të mi dhe e të lirëve. Të brova pash më pash duke kënduar, në pache e në luft, i sikterisur prej cave e i përkujdesur prej atyre që më njohin e më duan. Dhe ra ky trupi i mbi tokën tënde, nga loti i njelmur dhe nga gjaku i skuqur. Mendja nuk më nxë, s'them dot, Shqipëria ime është e mirë apo e keqe, e hishme apo e trishtme apo e përzishme. Nuk më nxë gjykimi se unë jam brenda saj dhe ajo është brenda meje si theri, dhe unë kridhem në të si në një gjallim të egër. Të desha e të dua Shqipëri të tërën, se prap do të dua fshetësisht apo lirisht. Si ta doj fati, Zoti, a njeriu, pa marrë një shana s'kën me dashurin time, popull të botës e gjerë, njerëz të botës, Shqip flas, dhe në Shqip po merren vesh. Erë Shqipëri e bje fjala ime e reshkur, nga dashuria dhe trimëria e pjek. Ftojmë korin e shkollës 28 nëntorin me këngën Për MMD.
Unë jam gjaku që su kursye, jam zjarri që ndezi malet, jam britma që u bo flamur. Në damarët e këti trualli rjedh emri im, e kuqe si zëmra e Shqipëris. Unë zvdes, vetëm arfry në çdo brez që ngrihet. Unë jam nata që ban kujtesën, jam zia e nënave, varri pa emër, hiri i betejave. Në errësirën ti merri forca, sepse kush ka parterin e di që vlerë ka drita. Mos u trëmi, unë jam hapi parë drejt liris. Unë jam drita pas stuhis, jam fjala që fal, duar që ndërtojnë. Në mua pushon shpirti pas luftës, unë jam fytyra e reja atë dheu, ajo që zgjohet çdo mëngjes me shpresë, pa haruar kur se kush ishte dje. Unë jam e ardhmja, jam si një rize ardh që lind çdo mëngjes. Mbaj në zëmër, ëndra, ngjyra, kënd dhe buzëqeshje. Unë s'kam parë luft, por ndjej gjakun që më mba në këmbë. S'kam mbajtur armë, por mbaj fjalën, dhe fjalët janë arma e brezit tim. Më shikoni mirë, nga unë nis çdo fillim i ri, sepse unë dua ta shkruaj Shqipërinë me dritë. Unë jam e ardhmja. Ne jemi ngjyrat e flamurit, ne jemi liria. Që moj kjo kodër, era parot, luftu andjen e gëzon në sot. Ku janë ata që ishin në ball, ca në burgje e ca në mal, ca më thellë, akoma janë, trima partizan që dëshmoran. Në moj, mos dirni lot, e di dhimbjen se ka përseni tot. O popull, t'i gjoni këtë zë që thëret, është gjaku i trimave që nga dheu sas përse. Gëzuar festë e çlirimit Tadeui, mirupafshim në festa të tjera me një përvojë vizion për vendin tim. Ju faleminderit.